Sipas opozitës në Fushë Kosovë, raste të ngjashme ku është manipuluar me pronësinë e tokave publike ka plot. Po e them se kësi raste ka dhe disa raste tjera. Jemi ka si asamblesë, unë dhe disa kolegë jemi ka i hulumtojmë, kemi dokumenta edhe për disa parcela. Ka pas debat, një ndër mbledhjet e Kuvendit Komunal në Asamblen ka marrë pjesë në si qytetar, vetëm për vëzhgullë me pa mbledhjet, si po diskutohet edhe aty është trajtu kjo çështje pronës, edhe nga asamblesë të tjera partive, jo vetëm nga PDK-ja, edhe nga asamblejistë i Aleancës, është debatu dhe është ngrit kjo çështje, po në nivel komunal ata janë bo ekspertat e mashtrimit dhe jo transparencës në komunën tonë, cilët nuk japin informacione, rrinë të izolun, rrinë të mbyllën sa i përket çështjes së vendimeve, sidomos aty ku ka këshpëlërime të pronës, i cili nuk është i rasti vetëm ky, po shpresoj shumë se betimi për drejtësi do të vazhdon të hulumtoj se kemi dhe rastet e tjera ku prona e qytetarëve të Fushë Kosovës është jetërsu jashtëligjshëm dhe është marrë prona e qytetarëve të Fushë Kosovës për interesa personale, për përfitime. Mirë po, kjo vetëm një prej rasteve, se në komunë tonë ka prona tilla që janë tjetërsue, janë barte gjithçysh. Çuditem kanë erë edhe nga zyrtarët komunale atë se si mundën me duru që një person, një shef atë në zyrën e katastrit mundet me menaxhu pronat e komunës Fushë Kosovës e me këshpërdor pronat e qytetarëve të Fushë Kosovës për interesa personale që më shumë se një dekadë e bën këtë punë edhe funksionon në këtë mënyrë dhe befasohet nga zyrtarët komunale, edhe pse aty në shërbim civil ka shumë specialistë, ka shumë njerëz mirë që shërbejnë qytetarëve të komunës tonë, por nuk i dëgjohet zani tyre, nuk i japet mundësia për me vepru në pozita vendimare njerëzve më të mirë që i ka komuna dhe që janë komunë që punojnë, por japet mundësia disa njerëzve që janë të korruptuar dhe të papërgjegjshëm me shërbimin e qytetarëve të Kosovës. Pas interesimit të betimit për drejtësi, lidhur me pronën komunale që në Gjeoportal shënohej si pronë private për më shumë se 3 vjet, ajo u rikthye në gjendjen paraprake.